Një rol kryesor që ka luajtur shumë në jetën time është edhe fakti I dëshmisë pikërisht nga çështja e familjes, sepse në gjakun si nga ana babës dhe nga ana nanës kanë prifta më përpara, edhe në familje nuk ka mungu dëshmia këtyre meshtarëve në popullin Zotit, popullin shqiptar, shërbesa tyre. Normalisht dihet se këtë do ta thosha që edhe gjithë ndikimi, angazhimi I klerit katolik për vendin, normalisht. Dhe ja ku je ti, djali I ri që gjendesh në këtë lloj misioni, po themi të përbashkët për shqiptarinë, të përbashkimit. Është një mision shumë I bukur. Sigurisht që ka sfidat e veta, është sfidues, çështjen e shpirtërore, po edhe çështjen edhe njerëzore, sepse thella ti djali I ri, normale që shpeshherë rinia nuk është e qëndrueshme në një rrugtim që zgjell, e duhet sakrificë për me majt një rrugtim, edhe kjo normale është e pranueshme. Cila është sakrifica dhe çfarë të bën hero, çfarë të bën patriot, më saktë, një patriot të mirë në ditët e sotme? E kam pyetjen e fundit për të treju. Një patriot të mirë. Çfarë kuptimi ka të duash atë dheun sot? Si e tregon domethënë këtë gjë? Si e diçka që tha edhe Besmiri, edhe që e citoj edhe hoxha katolik, musliman, po besime tjera, është shqiptaria që I bashkon. Patriotizmin, ashtu si shikoj vetë, është sigurisht çështje sepse unë kam lind këto. Zoti më ka dashur këto. E kjo është aspekti edhe ungjillëzues, ungjilli, do të thonë, unë si katolik, unë si krishterë, tash si prift, është sepse e marr forcën nga ungjilli. Këtë ungjillun e jetoj dhe e shërbej në popullin e Zotit që populli shqiptar. E për mu, më ban 2 herë ma tepër patriot, jo vetëm si një djalë I ri një shqiptar, po edhe si një klerik në këtë Shqipni në cilën deshte ka vujtjet e veta, por ka edhe bukurinë e vet, sepse është një popull I rrahur, I sakrifikuar, I derdhën me gjak, I lam me gjak, më mirë më thonë, dhe prapsi jeton mes këtyre sakrificave. Me një fjali, Imam Fatjeri, të jesh patriot sot. Të jesh sot patriot, pari duhet jemi njeri. Se shqiptaria është para një sfide që të kemi njerëz shqiptar njeri. Të kemi njerëzorën, shpirtërorën, pastaj del edhe shqiptari mirë musliman, edhe shqiptari mirë katolik, edhe shqiptari mirë ortodoks. Derisa ne nuk e kuptojmë këtë nga shpirti dhe nga zemra, ashtu edhe sikur I madhi Zot na mëson në fenë tonë se besimi është për zgjedhjen e personit në fjalë. Dikush qëndron musliman, tjetri qëndron katolik apo ortodoks, është një zgjedhje cilën Zoti ja ka dhënë këtë drejt secilit njeri. Kurse të qendurit shqiptar është e përcaktim hyjnor. Edhe kjo është mrekulli, I bëjmë shërbim. Ky nga dera e kishës, unë nga dera e xhamis, kësaj dhuratë. Faleminderit. Besir në një fjali edhe ti. Edhe dua edhe përpara dua parashikimin për play-offin. Para se kisha pas dëshirë, ja kom sjell një dhuratë, Allahu të gjakut, Krishtit, katolik. Ja po qojë, mund po ja liroj. Flamurin e UÇK-s, e flamur që jemi betu në fjallën e Zotit në Kur'an, e këtë dhurat ja dhuroj Dom Martinit. Këtë rast këtë përfatson besimin katolik, unë përfatsoj besimin musliman, por jemi me një flamur, jemi me një gjuhë, me një histori, gjaku dhe dheu, jemi bashkë, do të qëndrojmë, jemi gardian të paqes, edhe kështu së bashku do shkojmi deri në amshueshmëri. Respekt. Urime. Sikur Ismail Qemali që morin nga Is Boletini, edhe Ava Luiq Gorakuqit. E bojmë një foto këtu? Do ta bëjmë edhe foton sa po dali me njerë në publicitet. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK. Liria ka një emër, UÇK, Liria ka një emër. Besmir, në vijim të kësaj fryme në 1 minutë të fundit, të lutem se më duhet të shkoj ndërprerje publicitare, si I parashikon play-offet? E kombëtarës? Nuk shkoj atje për futboll, unë shpresoj shumë që t'i takojmë të gjithë shqiptarët në Amerikë. Se ka shumë shqiptarë që... E morëm vesh parashikimin. Ja, nuk
fole fare për futboll. Kurse vetëm një përgjigje tjetër doja të t'japi për çështjen e patriotizmit, nëse distanca matet me metra, kilometra, nëse pesha matet me kilogram dhe hajri matet me temperaturë, besoj që patriotizmi nuk ka me çka të matet. Çdo kush të vendoj një tull gjatë 365 ditëve. Unë mundohem mënyrën tem ta bëj edhe jashtë kur jam i ngjyrosur, ti ndihmojmë njëri tjetrit, të kemi më tepër mirësi, më tepër durim me njëri tjetrin, edhe mendoj që kjo është patriotizëm. Çdo kush diçka të vogël të bëj për veten e vet, për kombin ton. Faleminderit Don Martini, Iman Fatmiri që ishin së bashku, Besmir shijoje ditën sot. Besoj do vazhdoni të tretë, të mbledhur edhe kënaqeni me njëri tjetrin. Ndërsa ne do të shkojmë në një ndërprerje publicitare dhe vijojmë me të ftuar që tregojnë historitë e tyre, këto aktet e vogla patriotike që tregojnë sot më 28 nëntor në ftesë në 5.